Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale në bashkëpunim me Bashkinë Lezhë dhe Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë organizuan në Lezhë një takim në shkallë qarku ku diskutua rreth të drejtës së njohjes me informacionin publik. Komisioneri për të drejtën e informimit Besnik Dervishi theksoi se Bashkia e Lezhë është ndër bashkitë më aktive për sa i përket të drejtës së informimit. Është një përvojë e mirë kjo që duhet perfeksionuar më tej si modeli i duhur në të drejtën e informimit publik. Është e vërtetë, Bashkia Lezhë edhe në konstatimet tona dhe monitorimet tona është nga bashkitë aktive për sa i përket drejtës së informimit. Natyrisht kryetar e mira dhe perfeksioni nuk ka fund, por ajo që ne vlerësojmë pozitivisht në Bashkinë e Lezhës dhe në ato autoritetet të tjera publike është përpjekja, është dëshira e mirë. Mendoj që kur ekziston dëshira, përveç detyrimit për zbatuar ligjin, po kur ekziston dhe dëshira e mirë, gjërat realizohen. Natyrisht e mira do ishte të ishin perfekt, nuk jemi, por prandaj më mbledhur sot të diskutojmë së bashku dhe të rregullojmë dhe atë të cilën kemi mundësi për ta bërë akoma më mirë. Ndërsa kryetari i Bashkisë Lezhë, zoti Fran Frokaj, solli para të pranishmeve këtë praktikë transparente e korrekte të institucionit që ka të bëjë me respektimin e ligjit dhe të drejtën e informimit publik. Në një sondazh të bërë, Bashkia Lezhë, theksoi Frokaj, rezulton një nga bashkitë më transparente qoftë me publikun, mediat dhe instancat shtetërore. Bashkia Lezhë ka një praktikë të mirë në këtë drejtim, është shumë korrekte, dhe një sondazh që është bërë nga ca institucione goxha serioze. Ne kemi dalë pothuajse në bashkitë më transparente, në qoftë me publikun, qoftë me instancat shtetërore. Të frymta përçoja tek strukturat e mia për të pasur një transparencë maksimale qoftë në komunikimin brenda sistemit, por qoftë edhe në publikun. Kemi probleme pak infrastrukturës, sepse mungojnë ca aksesor, por gjithsesi nuk janë të justifikueshëm për të na bërë të pa jo elastik të drejtim, por me qenë se edhe kuadri ligjor tashmë është i plotësuar, që mos të hapemi shumë, të jemi të kornizuar, pa dalë jashtë asaj që kërkohet, por të mos mungoj kur ajo që duhet për transparencën, e garantoj edhe shikuesit edhe gjithë ata që na ndjekin, po edhe ju si institucion që Bashkia Lezhë nuk do të përmbushë atë që tha prefekti dhe Zylej Papunë. Prefekti i Lezhës, zoti Eduard Ndrecaj, evidentoi faktin se askush nga autoritetet lokale nuk mund të shkel ligjin mbi drejtën e informimit. Çdo njeri prej nesh duhet të kuptojë se institucionet janë krijuar në radhë të parë për të shërbyer qytetarëve. Secili prej nesh duhet të kuptojë se institucionet që në gjenezë janë krijuar për të shërbyer qytetarëve. Drejtoresha për të drejtën e informimit Ardita Shehaj në kumtesën e saj, e drejta për informim, roli koordinatorit, programet të transparencës dhe rastet praktike, vuri në duke se çdo qytetar ka të drejtën e njohjes me informacionin publik pa u detyruar të shpjegojë arsyet e kërkimit të informacionit. E drejta për informim është një drejtë kushtetuese në Republikën e Shqipërisë, që ka ngre atë në një nivel më të lartë. Pra kjo drejtë nuk garantohet vetëm nga ligji për të drejtën e informimit, por garantohet edhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Në nenin 23 të Kushtetutës është e parashikuar që çdo individ ka të drejtë të kërkojë informacion publik në përputhje me legjislacionin në fuqi. Siç u tha në takim, ligji parashikon edhe përgjegjësi direkte ndaj zyrtarëve që refuzojnë të japin informacionin e kërkuar.